Situata nga rreshjet e shiut është përmirësuar ndjeshëm në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht, sipas të dhënave, rreshjet e shiut po vazhdojnë me intensitet mesatar. Aktualisht, vjosa në qarkun e Gjirokastrës është brenda shtratit. Në teritorin e qarkut Gjirokastër, në bashkinë Tepelen, akset rrugore Dukaj Krodhaj dhe rruga e fshatit Mamaj, njësi administrative qendër, janë hapur plotësisht, kurse në aksin rrugor Salari e Lezaj po punohet akoma. Në Memaliaj, rruga e fshatit Alkomema, njësi administrative Krahës, rruga është pastruar nga inertet dhe është kthyer në normalitet. Në bashkinë Gjirokastër, aksi rrugor Kolojnë Golom, ku ka patur shkitje të dherave, po punohet nga firma kontraktuese për ndërtimin e këtij segmenti rrugor. Në bashkinë Libohov, në segmentin rrugor Suh Poliçan, njësi administrative qendër, ku ka shkar një këmbë urës, po punohet nga punonjësit e bashkisë Libohov dhe Dropull për riparimin e problemit dhe vënies në funksion të kësaj ure. Për sa i përket energjisë elektrike, për momentin është i stakuar fideri në Maricaj në bashkinë Memaliaj, ndërsa të gjitha bashkitë e tjera furnizohen normalisht. Niveli i vjosës në Memaliaj është 6.8 metër, kurse në urën e Përmetit 5.6 metër.